Zotri Gucati, faleminderit që pranuat ftesën për të folur për Media 16 në lidhje me procesin e Hagës që ka filluar sot dy javëshi i fundit për të dhënë fjalën përfundimtare për rastin e ish-krerëve të UÇK-s. Në prokurorinë speciale, do thotë prokuroria speciale kërkoi që sot bëri një kërkesë shumë absurde për gjithë qytetarët e Kosovës, dënimin prej 45 vjetëve për secilin ish-krerë të UÇK-s. Si e komentoni këtë? Ose vërtet se ne sot e kemi përcjellë seancën edhe fjalën përfundimtare të prokurorisë të gjykatës speciale. Unë mendoj që sot ka qenë gafa apo mashtrimi apo rrana më e madhe e kësaj prokurorie shekullit 21. Muj me thonë që ka qenë një puna më e dobët në historinë e drejtësisë që mban mendon në historia botërore edhe historia që thash botërore e të një gjykate e cila është e papranueshme për ne, e cila kërkoi sot një prokurore 45 vite burg apo 45 vite burg për një njeri, për një person. Ku do të thotë të gjithë ato 180 vite burg për 4 persona. Kur për kjo që kërkoi ato gënjeshtër që u mundu të arsyeton, ato vite u mundu të arsyeton me akte, me sene, me veprime, që asnjë nuk qëndrojnë, për ne është e papranueshme dhe unë besoj se në fund vendos drejtësia dhe gjyqtarët. Unë një frikë kem. Unë gjithmonë kam thonë në gjitha mediat, po të më pa mediat juve. Inshallah, kjo gjykatë nuk është gjykatë politike. Është gjykatë që ndonë drejtësinë. Ne e dim kemi një përvojë të keqe me gjykatat politike në Jugosllavi dhe ish Serbia. Ne e dim me qindra shqiptar apo mija shqiptarë ndënu kohën e Jugosllavisë politikisht. Dhe janë dënu me qindra apo mijëra shqiptar vitet 90-ta politikisht. Dhe këtu është frika jonë që mos ta kem fatin ta burra, presidenti dhe të tjerët, ku Baci Jakubi që ka vujt një kurrën e vetë politikisht në atë kohë vitin 80-ta kur dënuan 10 vjet apo 11 vjet burg me sa di unë. Dhe inshallah mos ndodh kjo që dënohen politikisht dhe mos ketë dur politika në gjykat, po vetëm drejtësia. Ju keni qenë vetë në Hagë dhe pastaj jeni liruar për shkak atë akuzës që keni bërë ndërhyrje në këtë proces. E keni parë nga afër edhe ish-krerët. Si i shihni ata sot, nga ajo që keni takuar në atë kohë që keni, po them, bashkëjetuar kushtimisht, ose keni vujt para burgimit në të njëjtën kohë me ta. Si është sot, kur e pat në proces gjykimit? Si ishte disponimi tyre? Si e lexuat ju? Unë kam nejtë 3 vite gjysmë të Hamburg. Isha në vizit 5 herë kom vizituar, vitin e kalum. Deri në shtator, minim e shtator isha në vizitë ta. Edhe sot kjo poshtë. Unë poshtë ka 3 vesetin, sot duke po sheshur, zisë sa kemi më vrejt. Edhe pacientet duke pi ujë, edhe duke po se dike se tani janë gënjestra, tani janë fabrikum ato akuzat, tani janë ata njerëz që kanë një trajnum për me shku me shpif atje. Sot e morën një paralelje bonëm edhe gjetëm 60 shqiptar kanë dëshmuar kundër Miloševićit. Dhe në tani 4 luftra Miloševići bon, Sloveni, Kroaci, Bosnë, Kosovë. Ja kundër pjesëtorëve të gjykatës dëshmojnë afër 200 shqiptarëve. As sot turpë, për mos turp. Në këtu është se ky popull deri kur do mu pinë. Ta njerëz se populli kërkoi falje të qytetarët. Ta njerëz, një pjesë e njerëzve, kur i dojnë mu pinë që Kosova është shtet sovran, Kosova është e pambarur, Kosova është liru prej 13.000 qytetarëve që janë të vrarë, edhe prej 5.000 bashkëpunëtorëve të mi që kanë ndekë dëshmor, 4.000-5.000 invalida, 1.324 fëmijë të vrarë, fëmijë moshës më të vogël. E unë se di qysh e ndim veten këta njerëz me shku me dëshmor. A janë tradhtar? A mund t'i quajmë? Plotësisht. A janë bashkëpunëtor të asnjë pikë, asnjë presë nuk e ikë janë bashkëpunëtor të Serbisë, trupin Kosovë kokën Serbi. Asnjë pikë, asnjë presë nuk e ikë këtë thonje. Këta janë tradhtar, edhe këta janë shpiuna të Serbisë. Baci Adem ndjes post kur ka thonë 72.000 qytetarë Kosovës janë bashkëpunëtor të Serbisë. Ne e dina Franca se kena lexuar ton ka pak. Franca 21 vjet i ka vrarë. 45.000 ka bërë internime. Besoj keni përcjellë ju emisionet. Kur Franca ka marrë femna, ka qitë në sheshin e Parisit dhe ja ka hek flok, vetëm i dallu pi tjera femna, edhe vetëm nuk kanë qenë është të bashkëpunëtorë me Gjermanin, po pse kanë net me Gjermanin, apo pse në feju për një Gjerman ushtar, apo pse kanë bashkëpunuar me nacizmin atë kohë, kanë bashkëpunuar me fashizmin, edhe Franca i ka vrarë kush përgjegjësisë ka marrë. Ne pse kena hunë shuplo, pse kena hunë një majmun, pse kena hunë largo pi rrugë skeqe, mos bashkëpunuar me serbët, ne sot shpallëm kriminal. Po është turpi më i madh kësaj gjykate. Po, si e komentoni me qenë se prokuroria po ashtu ceku që dëshmia Alison Clark dhe Rubins është dëshmi të cilët thanë që nuk kanë pasur ndjeni shumë rreth udhëheqësisë së UÇK-s.
Si e shef kanë tentuar prokuroria speciale të zbet dëshminë e këtyre dyve personave të cilët janë thirrur nga ana e mbrojtjes. Realisht dhe dëshmia e tyre ka pasqyruar një realitet pak më ndryshe nga ajo e prokurorisë. Unë mendoj se ke luajti një lojë, do të ta luajë një lojë, se s'mujti me lu, apo një thik me dy teja. Po, u çka kur ka pashpunu me Cina Amerikës, kjo nuk e dia ka qenë ngjarje në vetë një, a ka di çfarë çka kjo. Kjo shumë gaboj. Kjo s'gaboj, po kjo mendoj me fitu rastin. Unë mendoj që kjo po don opinionin shqiptar ta bin që amerikanët edhe evropianë nuk kanë ditë kush që edhe NATO-ja. Po çish mos e ka ditë NATO kush që ja. Kur NATO ka bashkëpunuar me ne për çoqet serbe me bombardu, çoqet çitike paramilitare serbe me bombardu. Çish nuk ka ditë për amerikanët kush janë pjesëtarë që po thënë ta ku edhe në Tiranë, edhe në për qytetet e Evropës me Cina Amerikës dhe me shumë sigurime tjera. Po çish vetë Clark se ka ditë kush që kur ka qenë shef i një ushtrie më të madhe në botë, i NATO-s. Kjo është një gjenjesër e madhe e sajna, që është gjenjesëra e shekullit, më të thëmë se jo vitit, po e një shekull gjenjesër që e boni kjo prokurore sot. E për këtë arsye po them, kam humb besimin te kjo gjykatë, që duke çfarë gjenjesër ka bërë me ditën e sodit. Edhe një vend tha, nuk kanë ditë të gjuhën. Se kanë ditë gjuhën shqiptarët, po shqiptarët të jenë për gjuhën gjermane, gjuhën franceze, angleze, shqiptarët, ju sa një dinë qyse me vite shqiptarët për këtu nifën botërisht që dinë me folë në gjuhë të huja. Kjo sot edhe ato përmeni që të ketë turp, s'pas kanë ditë shqiptarë me komunikuar anglisht me njerëz të ndryshëm. Ajo përmend edhe një gjë që ish-krerët e UÇK-s, këtë rast udhëhecia e UÇK-s ka synuar që t'i luftoj dhe t'i pushkatoj antarët në pushtet të Serbisë në kohën e Miloševićit. Si e shihni këtë duke pasur parasysh që kemi qenë në një luftë me ta? Po kjo tentoj ne me nashtime zveti. Të ngrisë të zërish një tension me serbëve dhe kosovëve shqiptare. Ishtin qytetarë që ajo t'jenë më hakmars ndaj neve, mos më na desh neve. A do thotë kjo që kjo gjykat realisht po vepron kundër shtetësisë së Kosovës, kundër ish-krerëve, por kundër që realisht është formuar nga kjo gjykat jo vetëm që lufton shtetësinë e Kosovës, po kombi shqiptarë lufton. Se ne jemi shqiptarë, ne jemi shqiptarë të Kosovës që jetojmë në Kosovë. Kjo është duke luftuar kombi shqiptarë, që ne mos ekzistojmë si komb, ne mos ekzistojmë si ushtrinë shqiptare, do të thotë ne s'pas kompostë të bëjmë këtu për vendin tonë. Ne s'pas kompostë të mbrojmë kombin tonë, fëmin tonë dhe vendin tonë. Kjo është gjenjestra e madhe kësaj që boni sot, dhe kjo tentoj t'i lunë një lojë dy fisht. Antarët e shtabit, tajnë thotë dikur pe denoj thotë në mënyrë personale apo vetjake, apo vetëm personale se ju këta s'ka. Tërkohën e përmend zinxhirin komandues, tërkohën e përmend, fund thotë jo në spedilum që po bidenum individat. Çfarë gjenjesë bën? Çfarë dallimesh mundohet me buqë gjykat. Kjo mendon se na sot s'po dina kush është këtë senjor. Po tek ne në Kosovë ka jurista të mirë, ka avokat mirë, ka prokuror të mirë, ka gjyqtar të mirë, ka mjek të mirë. Sot do fëmia ndjepten atë. Këta po mendojnë në çdo formë që ta bëjnë diskriminimin e UÇK-s dhe të pjesëtarëve të ushtrinë të Kosovës. Duke parë gjithë këtë ecuri për 5 vjet. A mendon që Kosova gaboi që pranoi të krijojë gjykatën speciale? Unë kam protestuar në vitin 2015 me shok milione vet. Po me gjithë shok kemi protestuar para komentin atë kohë, ku ka dalë Najt Asani dhe Xhep Selimi dhe kam biseduar me neve. Unë mendoj që tash nuk mund të them që kem gabu krejt, se rënë zezut me hek për mbi kukë që të rënë. Hashim thua që dhe tjerë kam menduar që votohet gjykata para syve, se këtë gjykatë ne na kanë tradhtuar ndërkombëtar. Kur thonë na kanë tradhtuar flas me plot kuptimin e fjalës, gjykata është bën mbi themelimin po thomish po disa si dikmorti i zotjer, gjëja për shpinën e verdhë në Shqipëri ju e dini. Edhe hashim thua që ka qenë konkurc, atë tjerë që tu beson duken ato për me pastru vetveten se UÇK-ja s'ka bukime luftën ne, UÇK-ja s'ka ik organe njerëzore në dy, dhe s'ka pas spital, që ne sot se kemi spital që mundem me botë organe mjek, çfarë ka ndodhur në Shqipëri që. Për këtë arsye unë pajtoj me presidentin dhe tjerë që thonë të ikim rënë zez njëra për gjithmonë, do të ndohet çopi Bishiqeri. Po këta na tradhtuan neve. Dhe tash dolën, jo viçi, jo lupa, jo modi, jo nuk dhe me thon kostume, po do të kompletin një papak aty që del feti ka çani ka dia, që të tjetë dhe thot mu ka prej mu zoti, zdi me thosë mu zoti e zvici. E ta që me shka merë kjo gjykot, mu vjen keq, për këtyri gjyqtare edhe për prokurie, sa kërse gjyqtarët halo se ka më verdiktin e vetë, nuk e di çfarë mendimi kanë, po për prokuror vjen keq, çfarë niveli kanë rrahë, Sa ka bo shteti Kosovës, këtë rast qeveria Kosovës në këto 5 vjet të fundit për të ofruar një mbrojtje më të mirë karshi ish-krerëve të UÇK-s? A ka bërë mjaftueshëm apo jo? Si e shihni? Qeveria Kosovës ka bërë zero. Dhe plot këtë një zero. Asgjë s'ka bërë. Por që kanë dorë nuk janë parë të Albin Kurtit. Janë parë qytetarët taksapaguzët, tua të mia të atitetit, këtë qytetarët të parë taksapaguzët qytetarë. Prokuria për këtë ka zvogëluar stafin në ambasadë.
Ne kemi informacion, po të tomë informatuar por, qeveria e Serbisë mbi 60 veti ka qenë halon dhe në përkup për me bo propagandë kundër Shqipërisë, tash për mi denu që kanë. Që 2 javë ditë. Për mi 60 persona qeveria serbe ka shtu numrin mbi 60 vet e ka rrit në Evropë në halon vetëm për mi binde evropianët se UÇK-ja ka qenë organizat kriminale dhe ka vrarë shqiptarë dhe serb. Kjo është e vërtetë. Qeveria serbe. Këto kemi informacion dorë por. Jo, më unë s'jam qeveria Kosovës më këtu vetë ka organet. Qeveria Kosovës më pas organet vetë. Jo, s'kem bashkëpunim ta fare, s'kem bashkëpunim ta. Se s'dojnë ata me ne bashkëpunim. Jo. Qeveria asnjëherë bashkëpunim. Kur hiç asnjëherë s'ka dosh me ne bashkëpunim. Halo, ky ministri Gjedes s'ka një asnjëri qeverisë ka këtu. Asnjë. As kuriri s'ka një qeverisë këtu. Se nuk do marrësh kredi se çet punë. Kjo është e vërtetë. E qeveria e Kosovës ka zvogëluar stofën e ambasadës atje. Se unë isha vitin e kaluar në ambasadë, 4 vjet punoj. Një thoni të më thonë të vërtetë, mundi më vërtetu. Qeveria e Kosovës ka marrë italian punë shofer. Të poshtë shqiptar djem 3 me çu me punsu, shoferi që punon në ambasadën e Kosovës, që deti me familjarët tonë që ka marrë mi pru atje, është italian. Beson italian, është mu ardhë, ka marrë italian. Kjo është dobësia e qeverisë, zero ka punë italian. Zero ka punë. Duke ditë se mensi qeveria realisht po e ndihmon më shumë Serbinë se sa vetë shtetësinë e Kosovës. Unë jo, nuk du të them ashtu që bën ndihmon Serbinë, po heshtja unë di, heshtja edhe këtu do të pajton me to. Unë e kuptoj ato. Po qeveria duhet me bësh shumë, qeveria do të bësh shumë. O do të më bëni gjë mbi këqyrës për me shumë mbi gjykata speciale. Qeveria do të merr sofën e madhe, do të më dal tash për Evropë, më kallëzoj Evropë si ta djem, ta burra, nuk janë kriminal. Të janë shimtor të venit. Sot fort Gjoku që tash më herët fort Gjoku te 1300 13500 vjet që janë vrarë dhe mbi 1300 që na kanë vrarë, sot këta gjën ato ulçë dhe ulën këtu kem, edhe ti je gazetare e lirë, të shqip me mu sot punën në fort Gjoku ty në djersës tyne. Dhe qeveria duhet më bëvashëm. Qeveria nuk është dosh të rrinë sot në Prishtinë. Qeveria dosh diplomacinë e vetë ta shpërndarë për Evropë ta çon sot në Hag, në ambasadën tonë, duke bashkëpunuar, jo duke intervenuar për migrupi burgi patës, po me kallëzuar realitetin. Unë po kërkoj drejtësi. Qeveritarët tonë sot nuk duhet me kërkuar moshën, amon çami se këta, po me kallëzu vetëm realitetin e luftës së UÇK-s. Ja ka mundësi qeveria. I ka gjitha kapacitetet qeveria jonë, gjitha mekanizmat i ka për me çu në për Evropë. Më ka dhënë Evropë se UÇK-ja ka qenë ushtri qendrore e Kosovës. Në vitin e fundit ju keni filluar me organizatë Liria ka emër, një mori protestash në Hag, në Shkopë, në Tiranë, në Prishtinë, dhe sërish do të jetë në Prishtinë për vjetorin e pavarësisë. Sa pritni të bashkohen qytetarët tires tuaj dhe a pritni që këtë rast për herë të fundit i bashkohet edhe qeveria, sepse në protestat paraprake asnjë antar i qeverisë nuk ka qenë pjesë të protestës. Jo, qeveria për masi nuk ka zdal me mbështet, nuk besoj si bashkohet qeveria. Nuk e besoj fare. Bile ka zera me një përrejtë sociale, s'kem nevojë me diskutoj, po jo, unë bëj thirrje në televizionin ju edhe këtu para ju, gjithë qytetarët shqiptar, jo Kosovës, po ku them shqiptar ma gjanë shkufive të Kosovës, që të vinë me 17 shkurt në ora 14 para në sheshës kanë të vinë dhe të protestojnë. Sot në edhe një motiv shtesë ma shumë e dalë me këtu, duke ngu një prokurore të çmendur që ka thot për neve. Çfarë lyp, çfarë dënimi drastik lyp për krejat e UÇK-s. Kështu që unë kërkoj edhe unë mbështes protestës, unë jam në organizim, nëse organizohet, po na jena mbështetje të protestës. Pra sy ne kem pak me pauzu se ina alo ju e dini ne kemi 5 protesta ashtu aty. Po unë kërkoj dhe ftoj gjithë qytetarët e shtetit tim të Kosovës dhe gjithë shqiptarët ku jetojnë, punojnë me projnë Shqipëri, Maqedoni, Malzi dhe në Prishtinë me Veç Benus, ti bashkangjiten në diasporat vinë, bashkangjiten në protestë me 17, tjetë një protestë e madhe, protestë paqësore, dinjituese dhe të ngritet zërion. Mosa e tregon vlerën e vetë dhe vlerën e UÇK-s. Mosa që do të vinë këtu në sheshin Skënderbeu. Shumë faleminderit që pranuat. Unë faleminderit juve, kam thonë gjithmonë mediat e Kosovës kanë derën e hapur, por gjitha mediat shqiptare këtë derë kanë hapur në çdo kohë, në çdo orë, ne ju presim me mirësinë më të mirë me ato kapacitetin tonë çfarë kemi. Kështu që jeni të mirësorë gjithmonë, se e di që ju mediat jeni shtylla 4 shtetit, e di që ju mediat keni punuar shumë për neve për luftën, edhe për ta na keni punuar shumë, edhe duke punuar prapë duke na mbështet, prandaj shumë respekt.